Verim ju merrni pjesë edhe në për gara për kodim, tash të quajtur hackathon. Tash së fundmi keni qenë pjesë e garës apo hackathonit të themi të organizuar nga komuna e Tetovës, ku jeni një ndër 4 fituesit të çmimit të parë. Domethënë, çmimi 10.000 euro me një produkt tuaj personal. Mund na tregosh pak më shumë lidhje me këtë produktin, si e keni zhvilluar e shumë gjëra më tjerë? Sigurisht, ne me nxënësit tonë të shkolla digjitale shpesh marrim pjesë në për hakatone të ndryshme, ku nxënësit tonë tregojnë aftësitë e tyre në programim. E fundi që kemi marrë pjesë ishte hakatoni organizuar nga Komuna e Tetovës për zgjidhje inovative për një jetë urbane, dhe jemi një ndër fituesit e këtij hakatoni dhe duhet të zhvillojmë një produkt që kemi propozuar gjatë hakatonit edhe kemi realizuar si ide dhe si program në këtë hakaton. Ideja është të realizojmë një produkt, një software për komunën e Tetovës, i cili do të digitalizojë një ndër proceset shumë të rëndësishme në komunë, që është procesi i inspektimit dhe shërbimeve të inspektimit në komunë. Për këtë mund të flas edhe Bulza, që është një ndër antarët e ekipit të shkollës tonë, gjithashtu është nxënëse në shkollën tonë që ka marrë pjesë dhe që është pjesë e ekipit fitues në hakaton.